ishte sot seanca për votimin e qeverisë, që do dojtë rezultate pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, zgjedhjeve të rregullta që i kishin. Për herë të parë pas një qeverie që përmbush mandatin deri në fund. Ka një kohë të gjatë prej datës 9 shkurt deri më tani dhe kryesisht me zvarritje të shkaktuara dhe blokada të shkaktuara, gjë që e pam edhe tash edhe sot që materializua në formë të inatit të xhelozisë politike ku partitë opozitare vendosin të barikadrohen dhe më të vlefshme e konsiderojnë që të votojnë kundër fituesit të zgjedhjeve dhe të pamundsojnë që fituesi i zgjedhjeve të qeverisë në vendin, sesa të vendosin interesin shtetëror të parë. Pra, interesi shtetëror në këtë rast mori pozitën e dytë, ndërkaq primare për opozitën ishin inatët politike. Ne prej ditës parë, pra prej fillimit, prej certifikimit dhe prej ditës parë kur është thirrë seanca konstituive, kemi ndjekur të gjitha afatet si subjekt fitues, asnjëherë, asnjë ditë të vetme nuk kemi punuar. Pra që në ditën e parë në seancën konstituive ne kemi propozuar kandidatin tonë për kryetare të kuvendit, nuk kemi punuar propozimin, por ka qenë opozita ajo që ka bllokuar votimin dhe na ka zvarritur pra deri tash sa muaj. Ishte ngjashëm edhe me të marrë, pra me formimin e kuvendit, me konstituimin e kuvendit, dhe me të marrë emrin e mandatarit. Ne brenda afatit kushtetues kemi dorëzuar pra dhe kemi thirrur seancën, kemi dorëzuar emrin e mandatarit dhe kemi thirrur seancën. Pra nuk ka asnjë ditë vonesë për te afateve kushtetuese që ka shkaktuar fituesi i zgjedhjeve në këtë rast lëvizjave të vendosje. Të gjitha zvarritjet, të gjitha vonesat, pra siç u pa edhe sot, kanë qenë pikërisht në mënyrë që të bllokohet qoftë formimi i kuvendit, qoftë edhe formimi i qeverisë nga fituesi i zgjedhjeve dhe të krijohet një ambient ku të gjitha partitë opozitare barikadohen dhe në anën tjetër ankohen pse nuk ka marrëveshje politike e që kur të njëjtave u ofrohet marrëveshja politike, të njëjtat refuzojnë. Pra, ky është një paradoks në vetvete, kjo me të vërtetë është do të mund të thojë edhe tragjike për demokracinë e një vendi si Kosova, ku subjektet politike pra vendosin inatet politike para interesit shtetëror dhe para formimit të institucioneve, e kësaj pra të rrezikojnë qëndrueshmërinë e shtetit, duke mos mundsuar pra formimin e qeverisë, e kësaj edhe votimin e buxhetit, votimin e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare që janë në pritje, janë qindra miliona euro që mbahen të bllokuara dhe që ekonomia e vendit do të përfitonte nga to. Pra kemi një situatë ku modeli i bashkëpunimit që kemi ofruar ne është refuzuar. Ndoshta në të kaluarën ka qenë më e lehtë që gjendet bashkëpunim përmes terminaleve doganore, përmes pozitave në ambasadat të caktuara dhe përmes edhe rishpeteve apo korrupsioneve të tilla të ngjashme. Mirë po ne çfarë kemi ofruar fillimisht, kemi ofruar që fillimisht të ndahet pra formimi i kuvendit që është obligimi të gjithë deputetëve prej formimit të qeverisë që është proces që duhet bëhet nga një koalicion qeverisës. Kjo është e parë. E dyta është kemi ofruar qeverisje pa listën serbe në të. Pra një qeveri që nuk e pret listën serbe me orë të tëra derisa të jenë prej Beogradit me instruksione që ka marrë ngatje se si ta sabotoj Republikën e Kosovës. Kemi ofruar marrëveshje që nuk parasheh që në 3-4 muaj të parë të formohet asociacioni i komunave me shumicë të popullatës serbe, por në fakt ajo çfarë kryeministri tha që javën e parë pra do të kishim vendime, të cilat do të ishin nëpërmjet të gjithë qytetarëve, duke filluar nga miratimi i buxhetit për pensionistët, veteranët e luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, shtesat të fëmijë, punëtorët e sektorit privat me pagë minimale e shumë vendime të ngjashme. Pra kjo ishte oferta e qeverisë Kurti 3, e cila u refuzua pra qytetarëve i u mohua që të përfitojnë nga këto vendime të mira, sepse partitë politike opozitare e vendosën inatin politik. Demokrati Frandori, vazhdimisht keni thonë që i keni numrat, sot nuk arritët me i bë numrat. Pse keni paraprakisht që i keni numrat, dhe ishte të cipatet? Nëse keni qenë të kujdesshëm, unë vazhdimisht kam paralajmëruar dhe kam thënë që ne duhet të ndajmë këto dy procese. Është njëri proces i kuvendit, për të cilin do duhet të votonin të gjitha subjektet parlamentare, sepse është obligimi të gjithë deputetëve ta konstituojnë kuvendin. Kjo ka qenë pjesa parë. Sa herë më keni pyetur për qeverinë, unë kam thënë që ky është proces i veçantë dhe ka procedurë të veçantë tek pas konstituimit të kuvendit.
mund të shihni edhe Ka thonë eksponent tjetër dhe vendosit. Sa i përket votave, ka thënë kryeministri, më testoni. Sepse zakonisht akuza ka qenë që kryeministri Kurti po e zvarrit kuvendin, nga pikërisht ata që e zvarrisin kuvendin, akuza ka qenë e tillë, që kryeministri Kurti dhe lëvizjet e vendosit po e zvarrisin kuvendin sepse nuk i kanë numrat e kësaj po duan ta zvarrisin me pafundësi. U pa përfundimisht dhe u dëshmua që ne as edhe një ditë të vetme nuk e kemi zvarritur. Sa herë që neve na është dhënë mundësia për të propozuar, për të kryer detyrën tonë, ne kemi bënë një gjatë tillë. Ata që kanë zvarrit, qoftë konstituimin e kuvendit, qoftë edhe tash mos formimin e qeverisë, sepse zgjodhen një natin politik para interesit shtetëror, kanë qenë deputetët e partive opozitare. Në këtë kontekst, kryeministri Kurti ka sfiduar, ka thënë, më testoni, nëse mendoni që nuk i kam numrat, kryeni kuvendin dhe arrijeni qëllimin që po dëshironi ta arrijeni. Por unë nuk do të jem bllokues. Ne nuk kemi qenë asnjëherë bllokuesi dhe vonuesit e afateve ligjore dhe kushtetuese për të